Qeveria në detyrë ndan nga 100 euro për disa kategori dhe rrit shtesat për lehona, reagojnë opozita dhe shoqëria civile. Komisioni Evropian mirëpret propozimin e kancelarit Merz për afrimin e Ballkanit dhe të Ukrainës më BE-n. Mbi 2 milion qytetar kanë të drejtë vote në zgjedhjet të 7 qershorit, prej tyre rreth 17.000 votues të rinj. Me homazhe dhe thirrje për drejtësi për viktimat, u shënua përvjetori masakrave në Vushtri dhe Dubravë. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Qeveria në detyrë ka miratuar pakon për përballje me inflacionin 2.0, e cila parashem mbështetje të njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, studentët aktiv dhe punonjësit e sektorit jo publik. Po ashtu në këtë mbledhje, ekzekutivi mori vendime dhe për rritjen në shtesave për lehonat. Ndaj këtyre vendimeve kanë reaguar partitë opozitare dhe organizatat të shoqërisë civile. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se pakoja për përballje me inflacionin është dizajnuar për të ndihmuar qytetarët në përballimin e ngritjes së çmimeve dhe inflacionit. Ai tha se qeveria ka kërkuar të shfrytëzohen mundësitë buxhetore për të mbështetur qytetarët përmes kësaj pakete. Do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Për të gjithë punësuarit e deklaruar në muajin prill, pra me të ardhura mujore më pak se 1.000 euro, që nuk janë në listën e pagave që paguhen nga buxheti i shtetit, pra këtu është sektori privat dhe sektori tjetër, pra publik, por që është jashtë organizatave buxhetore, pra përfshihen shoqëria civile, por edhe ndërmarrjet publike dhe organizata tjera. Para prezantimit të masave, Kurti deklaroi se rishikimi i buxhetit ishte dërguar në kuvend me procedurë të përshpejtuar, por sipas tij, opozita e kishte bllokuar votimin. Në mbledhjen e njëjtë, qeveria vendosi edhe rritjen e shtesave mujore për lehona. Ne po I rrisim shtesat për lehona, ashtu sikurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Kabineti qeveritar miratoi edhe ndarjen e 1 milion eurove për zbatimin e masës 3.4, kupon ushqimi, në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike. Kurti tha se detajet për kriteret dhe mënyrën e përfitimit pritet të bëhen publike nga institucionet përgjegjëse. Vendimi qeveritar u kritikua nga përfaqësues të partive politike e shoqërisë civile. Lumir Abdigjiku I LDK-s e ka cilësuar atë si tentim për blerje votash dhe masë me motive elektorale. Ai konsideron se kjo nuk është pako e inflacionit, por përpjekje për të mbuluar dështimet qeverisë me partitë e qytetarëve. Ai tha se vendi ka nevojë për politika të qëndrueshme zhvillimore dhe jo masa afatshkurtra për interesa politike. Artan Behrami nga PDK e quajti vendimin blerje klasike vote. Ndërsa Demokracia në veprim tha se bëhet fjalë për keqpërdorim të resurseve publike në periudhën zgjedhore. E Albert Krasniqi nga Demokracia Plus e cilësoi shpërndarjen e parave si tentim për blerje votash. Nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë kanë shprehur shqetësim për masat e njëhershme financiare, duke vlerësuar se ato kanë efekt të kufizuar ekonomik dhe rrisin importet. Oda kërkoi fokus më të madh në investime strategjike si infrastruktura, energjia dhe zhvillimi I sektorit privat. E pas reagimeve, ish-deputetja e vetëvendosjes Arbresh Kryeziu Hyseni ka thënë se subjektet opozitare po kritikojnë ndarjen e 100 eurove nga qeveria si blerje votash, por tha se vetë opozita më herët kishte kërkuar pako kundër inflacionit dhe më pas nuk e kishte votuar atë në kuvend. Komisioni Evropian konfirmon se ka pranuar letrën e kancelarit gjerman Friedrich Merz, përmes së cilës ai propozon që Ukrainës të jepet status si antarës së asociuar, ndërsa vendeve të Ballkanit Perëndimor statusi I vëzhguesit në BE. Zëdhënësi I Komisionit Evropian ka thënë se e mirëpresin faktin që ky diskutim po zhvillohet mes vendeve antare dhe inkurajojnë vazhdimin e debatit në nivel të udhëheqësve të BE-s.
Komisioni Evropian ka pranuar letrën e kancelarit gjerman Friedrich Merz me anë të së cilës ai propozon që shteteve të Ballkanit Perëndimor t'u jepet statusi i vëzhguesit në Bashkimin Evropian, ndërsa Ukrainës statusi të ashtu quajturës antare asociuar. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Guillaume Mercier ka deklaruar se mirëpresin faktin që ky diskutim po zhvillohet mes shteteve antare, gjë që dëshmon angazhimin e Bashkimit Evropian për ta bërë zgjerimin realitet. Është e rëndësishme që ne të përmbushim përfundimin e bashkimit me të gjitha vendet kandidate që kanë punuar drejt antarësimit për shumë vite. Çdo zgjidhje inovative duhet të udhëhiqet gjithashtu nga procesi i bazuar në meritë. Kancelari gjerman në letër propozon për Ballkanin Perëndimor qasje të privilegjuar në tregun e përbashkët evropian dhe lidhje më të ngushta me institucionet e BE-s në procesin e përditshëm të vendimarrjes. Ndërsa për Ukrainën ai propozon një status më të avancuar të shtetit të asociuar në të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian, mirë po pa të drejtë vote. Sipas zyrtarëve të Komisionit Evropian, do të vazhdohet me angazhimet në mënyrë që të gjenden zgjidhjet më të mira që do të bënin Bashkimin Evropian më të fortë dhe më të sigurt. Komisioni Evropian bën ftesë që debati për letrën e kancelarit gjerman të zhvillohet edhe në nivel të liderëve të Bashkimit Evropian. Mbi 2 milion qytetar kanë të drejtë të votës në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, ndërsa lista e votuesve është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rreth 17.000 votues janë të rinj, pasi pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit e kanë mbushur moshën 18 vjeçare. Ndërkaq procesi i votimit të mërgatës përmes postës ka hyrë në ditën e dytë, ndërsa rreth 105.000 pako zgjedhore janë dërguar në diasporë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën e votuesve për zgjedhjet e 7 qershorit. 2.092.174 qytetar do të kenë të drejtën e votës në zgjedhjet e parakohshme. Lista e votuesve u certifikua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të premtën, ndërsa aty 15.884 votues do të jenë më shumë se në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Numri atyre që do të mund të votojnë për herë të parë është 22.685, rreth 17.000, prej të cilëve konsiderohen të rinj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit kanë arritur moshën 18 vjeçare. Ndërsa tashmë ka nisur procesi i votimit përmes postës nga mërgata kosovare, ku janë dërguar rreth 105.000 pako zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes operatorit ekonomik ka dërguar jashtë Kosovës rreth 105.000 pako individuale për secilin votues të regjistruar për të votuar përmes postës. Në bazë të dhënave që kemi nga shërbimi votues, vetëm gjatë ditës së parë të votimit përmes postës, KQZ përmes operatorit ekonomik ka arritur të shpërndaj tek votuesit rreth 50.000 pako individuale, do thotë. Gjithsej nga diaspora janë pranuar mbi 142.800 kërkesa për votim, megjithse jo të gjitha janë aprovuar. Për zgjedhjet e 7 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka aprovuar mbi 132.000 kërkesa për votim nga diaspora. Rreth 10.500 kërkesa janë refuzuar. Për këtë arsyet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga mungesa e një dokumenti që dëshmon adresën e banimit e deri tek mungesa e fotografisë me dokument identifikues të Kosovës në duar. Sipas Valmir Elezit të KQZ-s, pjesa më e madhe e votuesve nga diaspora kanë kërkuar të votojnë me postë. 100.970 janë regjistruar për të dërguar fletë votimin në kutim postare të KQZ-s jashtë Kosovës, 3.518 të tjerë për të dërguar pakon me fletë votim në kutim postare të KQZ-s në Kosovë dhe 27.724 janë regjistruar për të votuar në ndonjëherë nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës. Për dallim nga dy palë zgjedhjet e kaluara në këto të 7 qershorit, numri votuesve të regjistruar nga diaspora është më i madh. Në zgjedhjet e nënshkurtit të 2025-s ishin aprovuar 104.924 kërkesa për votim, ndërsa në ato të 28 dhjetorit 77.086.
Procesi zgjedhor në Kosovë sipas KQZ-s do zhvillohet në 949 qendra të votimit. Gjykata Supreme e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e listës serbe kundër vendimit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili e kishte refuzuar si të pabazuar ankesën e listës serbe të paraqitur kundër vendimit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me certifikimin e 10 kandidatëve të subjektit politik të udhëhequr nga Nenad Drashić. Gjykata Supreme vlerëson se ankuesi nuk ka ofruar prova konkrete të besueshme dhe bindëse për t'i mbështetur pretendimet se kandidatët e certifikuar nga KQZ-ja nuk i përkasin komunitetit serb. Vazhdon ndërhyrja e Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë. Presidenti Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që ta votojnë listën serbe, partinë që ka mbështetje në shtetit serb. Deklaratat vijnë pas arrestimit të 7 personave të lidhur me dyshime mbi presion ndaj votuesve. Nga Beogradi, presidenti serb Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që në zgjedhjet e 7 qershorit të votojnë, duke premtuar mbështetje siç u premtoi ai me të gjitha forcat. Vučić këto deklarime i bëri në televizionin shtetëror serb. Deklaratat vijnë pas arrestimit të 7 personave të lidhur me listën serbe për dyshime mbi presionin ndaj votuesve. Vučić paralajmëroi një betejë politike për kontrollin e përfaqësimit serb në Kosovë. Ne do të luftojmë, tha Vučić, duke akuzuar shqiptarët se po tentojnë të dobësojnë serbët dhe të mbështesin sipas tij njerëz që, siç tha ai, duan ta shkatrojnë Serbinë. Shefi i shtetit serb foli edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke insistuar se ai mbetet çështje kyçe për serbët në Kosovë, ndërsa rikujtoi edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Deklaratat e Vučićit vijnë në një kohë tensionesh politike dhe raportimesh për presionin ndaj votuesve serb në Kosovë. Vetëm pak ditë më parë, autoritetet kosovare arrestuan 7 serb në ndyshimin për cenim të vullnetit të lirë të votuesve. Ndërkaq të enjten, gjykata themelore në Prishtinë u acaktoi nga një muaj para burgim. Sipas gjykatës, masa është caktuar për shkak të rrezikut të arritjes dhe mundësisë së përsëritjes së veprës penale. Deklarimet e fundit të presidentit serb po shihen si vazhdim i përpjekjeve të Beogradit për ndikim të drejtë për drejtë në procesin demokratik të Kosovës. Janë bërë 27 vjet nga masakra e Dubravës, një nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës në Kosovë kundër civilëve shqiptar. Me këtë rast në Dubravë u mblodhen krerë shtetëror, përfaqësues të partive politike, familjar të viktimave dhe ish të burgosur politik, për t'i përkujtuar të vrarët e kësaj masakre. Pjesëmarrësit vlerësuan se masakra e Dubravës mbetet një nga kujtimet më të rënda dhe më të dhimbshme për shqiptarët. Krerë institucional të mbijetuar të masakrës së Dubravës e familjarët të vrarëve janë bërë bashkë në përkujtimin e një prej masakrave më njerëzore që Serbia kreu në Kosovë 27 vjet më parë. Nuk mjafton ta përmendim Dubravën vetëm si datë, duhet ta kuptojmë si dëshmi për krimet monstruoze që Serbia i ka bërë në Kosovë. Gjithashtu, duhet ta kuptojmë edhe si dëshmi të detyrës sonë që emrat e të vrarëve, dëshmitë e të mbjetuarve dhe vërteta e plotë e Dubravës të bëhet pjesë e ndërgjegjës shtetërore të Republikës Kosovës. Emrat e viktimave të Dubravës të gdhendur në memorial janë aktakuze përhershme kundër atyre që urdhëruan, organizuan dhe ekzekutuan këtë krim. Dubrava mbetet dëshmi për ekzekutimet masive e gjenocidale të shqiptarëve, për torturat dhe keqtrajtimin ndaj të burgosurve shqiptar. Ndërkaq ish i burgosuri politik i mbijetuar në burgun e Dubravës, Nait Hasani, tha se ky përjetor bëhet më i rënd pas ekspozitës së fundit në Prishtinë për këtë masakër. Ne ishim të burgosur, me dorë të lidhura, me pranga zinxhir, të rrahur, të torturuar, të sjell këtu me qëllim të na prisni. Ata që i mbjetuan kësaj masakre thonë se asnjëherë nuk i kanë harruar pamjet e tmerrit kur po përballeshin me vdekjen. Fillimisht një gjujt bu me dore, thëmë që jënu mimur jënu e arme, çdo lloj arme, edhe ka filluar rrepalli i fushkatimit. Në tana unë veç unë dëgjoj vetëm
gjujtje pastaj britmat e të burgosur, fusha sportit që ka qenë dikun këtu, ka qenë e mbushur plot me të vramë. Po të burgosur që me një plumje në vrarë nga 2 persona në të njëjtin moment, për arsye se kemi qenë over dhe ne fare nuk dinim ka vinë plumbat. Më 19, 20 dhe 21 maj, nga rreth 980 të burgosur shqiptar, 116 u vranë, ndërsa mbeten të plagosur rreth 350 të tjerë. Ndërkohë në Vushtrri është përkujtuar njëra prej masakrave më të rënda të luftës në Kosovë, ku me 22 maj 1999 u vranë 74 civil shqiptar, ndërsa një person vazhdon ende të figuroj i zhdukur. Familjarë të viktimave, qytetarë dhe përfaqësues institucional u mblodhen për t'i kujtuar të vrarët dhe kërkuar drejtësi për krimet e kryera nga forcat serbe. Më 22 maj 1999, Vushtrria përjetoi një nga ditët më tragjike të luftës në Kosovë. 74 civil shqiptar u vranë nga forcat serbe, 10 të tjerë mbetën të plagosur dhe qindra qytetar u arrestuan, ndërsa një person vazhdon ende të jetë në listën e të zhdukurve. Trupat e viktimave më pas u zhdukën dhe u dërguan në varrezat masive në Batajnicë të Serbisë, ku u zbuluan vite më vonë. Sot, në përvjetoren e masakrës, familjarët e viktimave rikujtuan dhimbjen dhe pritjen e gjatë për t'i gjetur më të dashurit e tyre. Mes tyre ishte edhe Fatime Melenica, e cila gjatë luftës humbi 5 antar të familjes, përfshirë djalin 22 vjeçar. Na kanë qitë për shtëpia. Rruga 22 maj, se shtëpia ka hrimon pasëm si ka nolë burrat. Që aty kanë vërroqët. Kanë qumë Batanicë. 5 vjetë këna ditë gjallë, 3 mas 5 vjetë, e 2 këna gjithë mas 13 vjetë. Të ndërom, të në kanë bëllë. Të në 3 në kom, të në 22 vjetë i ka bo me 6 maj, me 22 maj u vëro. Ka diploma nuk kom. Kryetari i Komunës së Vushtrrisë Ferit Idrizi tha se masakra e 22 majit ishte përpjekje për spastrimin e shqiptarëve nga trojet e tyre dhe se drejtësia për viktimat ende mungon. U ekzekutuan, u vranë, u masakruan vetëm se ishin shqiptarë dhe që ndronin në vendin e tyre, vetëm pse nuk u larguan për ta boshatisur këtë vend që na kanë lënë amanet të parët tonë. Edhe përfaqësuesja e familjarëve të viktimave kërkoi që përgjegjësi të vihen para drejtësisë. Unë personalisht dhe në emër të familjarëve kërkoj nga organet kompetente të veprojnë dhe kërkojnë drejtësi që të dënohen përgjegjësit të cilët ende dhe sot sillen në liri. Pas Akademisë Përkujtimore në Qendrën e Kulturës Hasan Prishtina, u hap edhe ekspozita Masakra të bëmat dhe kujtesa në Komunën e Vushtrisë 1998-1999. Telekomi i Kosovës ka pranuar aktvendimin e gjykatës komerciale të Kosovës, dhoma e shkallës së parë, me të cilën është aprovuar në tërësisë i bazuar propozimi i Telekomit për caktimin e masës përkohshme të sigurisë ndaj keqpërdorimit të Artmotion SHPK, me të drejtat ekskluzive të Telekomit të Kosovës për kampionatin botëror 2026. Me këtë aktvendim, gjykata ka ndaluar biznesin Artmotion që të reklamoj, promovoj, shes, ofroj apo shpërndaj pakot të shërbimeve fikse që mundësojnë përcjelljen e kampionatit botëror 2026 në Kosovë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka pranuar në menaxhim rreth 200.000 hektar prona pyjore përmes një marrëveshje të nënshkruar me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kjo marrëveshje është nënshkruar sot nga Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Pyjeve të Kosovës dhe AKP-ja, derisa u vlerësua si një ndër proceset më të rëndësishme institucionale të pasluftës, pasi u tha se mundëson që asetet pyjore të përjashtohen nga procesi i privatizimit dhe të kalojnë në menaxhim institucional për interes publik.
Dhjetra banor të Rrugovës protestuan para Ministrisë së Mjedisit kundër vendimit për pezullimin e mallrave dhe shërbimeve ndërtimore në zonë. Ata kërkuan tërheqjen e vendimit, duke thënë se nuk janë kundër ligjit, por mungesës së kushteve për ndërtim të lidhshëm. Ministria në detyrë Fitore Pacolli premtoi rishikim të çështjes dhe fajsoi komunën e Pejës për situatën e krijuar. Nga Rrugova, dhjetra banor të asaj zone erdhën në Prishtinë për të protestuar para objektit të Ministrisë së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit për pezullimin e mallrave dhe shërbimeve ndërtimore në këtë pjesë. Për t'i dëgjuar ankesat e tyre, doli Ministria në detyrë Mjedisit Fitore Pacolli, e cila u premtoi zgjidhje. Megjithatë, protestuesit ishin të vendosur në kërkesat e tyre dhe nuk pranuan të flasin me Pacollin. Në momentin kur themi si qeveri, kemi me rishiku ligjin bashkë me juve. Unë e marrë përsipër me bërë. Njëri nga protestuesit, Shaban Ikçi, tha se nuk po kërkojnë asgjë të jashtëligjshme, por vetëm atë që u takon. Qëllimi është se nuk jem në kundër parkut, po jemi kundër kriterëve se s'ka bo as pushteti lokal, as qendror, as një infrastrukturë që na kemi mundësi të shkojmë në komunë në përsportelet tona, bëjmë kërkesë edhe të respektojmë ligjin, kur kush në kundër ligjit. Mirë po, ish dasht që Ministria ta tërheq vendimin, të merret me qytetar, të vije të shoh rrugën Peqakor, është të mërshme. Ajo që unë kisha prit prej teje, me gjithë respektin dhe të ta respektu edhe karakterin edhe guximin e krejt, ka qenë guximi madh sot me tërheq, se është i padrejtë. Pas shpërndarjes së protestuesve, Ministria Pacolli në një konferencë për media përgjegjëse për situatën e krijuar e la komunën e Pejës, që sipas saj ka anashkaluar kërkesat e banorëve. Shumë prej tyre që kanë ndërtu e frigohen edhe natën me plejtë se mos përshkon ndonjë institucion mja u rënu. E unë me këtë vendim kanë dash me ndalë këtë problematikë, se nuk mundem me leju që brenda mandatit tim me u ndërtu në mënyrë jo ligjore, e mos me bo as një hap për mja u regullu mundësin, mja u hap të drejtën qytetarve me ndërtu në mënyrë të ligjshme, edhe në fund me dalë me thonë valla më ka ardhë vendim për gjykatës edhe duhet me rënu. Ndërkohë, nga komuna e Pejës kanë mohuar akuzat e Pacollit, duke thënë se kanë qenë gjithmonë të gatshëm të bashkëpunojnë për të mirën e banorëve, por që nuk kanë pasur asnjë kërkesë nga niveli qendror për të gjetur zgjidhje për këtë çështje. Sipas komunës, banorët e kanë derën hapur për çfarëdo ankese që kanë, në mënyrë që të mos abuzohet me çështjen e ndërtimit në këtë zonë. Është nënshkruar marrëveshja për rehabilitimin e sistemit të ujitjes në rajonin e Pejës me tekst të veçantë në komunën e Istogut, investim nga Ministria e Bujqësisë. Ky projekt u vlerësua i një rëndësie jetike për këtë zonë. Marrëveshja për rehabilitimin e sistemit të ujitjes në rajonin e Pejës, veçanërisht në komunën e Istogut, investim nga Ministria e Bujqësisë, është nënshkruar të premtën në Pejë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se për këtë zonë, Ministria e Bujqësisë do të realizojë edhe investime të tjera. Mbështetjen e një kompanie publike, e cila ndihmon shumë lidhur me furnizimin me ujë të këtyre 3 komunave, pra Pejës në njërin anë dhe Deçanit e Istogut në të 2 anët e kësaj qendre rajonale të rrafshit të Dugaxhinit, duke pas parasysh që uji është edhe jetë, edhe shëndet, edhe zhvillim. Ministri në detyrë bujqësisë Armend Muja paralajmëroi edhe projektin tjetër gjatë javës së ardhshme për rehabilitimin e sistemit të Iberlepencit, ku përfshin zonën e Mitrovicës deri në Prishtinë. Kjo marrëveshje thelbësisht e dyfishon sistemin e ujitjes në rajonin e Pejës. Kjo është hapi i parë, është një investim që Ministria e Bujqësisë e bën për shkak se kjo ka rëndësi jetike për fermerët e kësaj zone. Po të njëjtën kohë është edhe mbrana kornizave të zonës me interes të veçantë të hortikulturës intenzive. Kjo zonë ka tokë pjellore, ka klimë të përshtatshme
edhe do t'jetë përqendrim kryesor i Ministrisë së Bujqësisë. Ky projekt është shumë i rëndësishëm konkretisht për komunën e Istogut, të cilën ne mbulojmë, pra jemi kompani rajonale, dhe është shumë domethënës për fermerët, rritet toka e cila që do të vitet edhe besoj edhe prodhimtaria bujqësore deri në 450 hektar, po ashtu në këtë trev, siç tha zoti ministër, figurojnë edhe shumë hortikultura, pemtaria, perimtaria. Përfaqësues të shoqërisë rajonale Drini i Bardh kanë theksuar se ndikimi në modernizimin e sistemeve të ujitjes është jetik në këtë zonë. Në kuadër të programit IPA 3 për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, 6 projekte do të mbështeten me rreth 3.2 milion euro nga Bashkimi Evropian. Projekte do të zbatohen kryesisht në parkun kombëtar të Sharrit dhe në komunat Ferizaj, Klokot, Mamush, Rahovec dhe Ranilug. 6 projekte të reja do të mbështeten me mbi 3.2 milion euro nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA 3 për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. U tha se këto projekte do të kenë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së qytetarëve, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, krijimin e vendeve të reja të punës dhe avancimin e infrastrukturës lokale. Synimet e përgjithshme janë të promovojmë bashkëpunim të mirë ndërkufitar për mirësimin mbrojtjes mjedisore dhe menaxhimi i ujrave të zeza. Objektiva specifike e këtij projekti është të bashkojmë planet për mbrojtjen e ujrave. Duke punuar për mjedisin, po dëshmojmë se jemi të gjithë bashkë në këtë rrugtim. Megjithatë, bashkëpunimi nuk kufizohet vetëm në aspektin mjedisor. Këto projekte përfaqësojnë vazhdimsinë e partneritetit tonë të suksesshëm dhe një mundësi e re për të sjellë rezultate edhe më të prekshme për qytetarët tonë. Prandaj dua të përgëzoj të gjithë përfituesit e granteve dhe t'ju uroj shumë sukses në zbatimin e projekteve të tyre. Flitet për projekte që kanë vlerë të madhe për përmirësimin e kushteve, kapaciteteve lokale dhe hap edhe mundësi të tjera për të zhvilluar akoma më shumë komunat. Në Kosovë, projektet do të zbatohen kryesisht në parkun kombëtar të Sharrit dhe në komunat Ferizaj, Klokot, Mamush, Rahovec dhe Ranilug. Në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka filluar festivali DigiCamp dhe Digital Skills 2026. Në këtë edicion po marrin pjesë student nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, si dhe zhvillues, dizajner, akademik, inovator dhe institucione publike nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Kushtrim Canolli, zyrtar i lartë në zyren e kryeministrit dhe koordinatori i procesit të barrës administrative në nivel qendror dhe lokal. Në hapjen e festivalit DigiCamp dhe DigiSkills theksoi rëndësinë e kësaj ngjarje dhe zhvillimin e tij ndër vite. Është kënaqësi e veçantë t'ju uroj mësuarin DigiCamp dhe Digital Skills Festival 2026, një ngjarje që tashmë organizohet për të katërt herë radhazi, që është shndruar edhe një traditë e rëndësishme institucionale për zhvillimin dhe promovimin e kapaciteteve digjitale në vendin tonë. Ndërsa ministri në detyrë për digitalizim dhe administrat publike Lulzon Jagjiu theksoi rëndësinë e ngjarjes si platformë bashkëpunimi ndërmjet sektorit publik, privat dhe akademik. Është shndruar tashmë në një ngjarje tradicionale që bashkon sektorin publik, administratën tonë publike, sektorin privat, atë akademik në disa ditë ku punohet, mësohet edhe bashkëkrijohet me synimin që ta shtyjmë përpara në mënyrë inovative transformimin digital në vendin tonë. Qëllimet tona janë tek digitalizimi i shërbimeve publike dhe të fushave të tjera të ngjashme, sidomos edukimit, dhe ne jemi duke ndihmuar Kosovën që të integrohet në radhët e Bashkimit Evropian. Drejtori i TP-s Muhamet Regjepi tha se përmes njohurive që marrin studentët në punëtori të tilla inovative do të ndihmohet shërbimi në sektorin publik. Po çka është më e rëndësishme që studentët do të angazhohen në krijim të solucioneve posaçërisht për të ndihmuar sektorin publik. Me punëtori të ndryshme në fushën e teknologjisë inovative digjitale,
Festivali mbyllet më 23 maj të shtunën. 4 persona kanë humbur jetën në një aksident të rënd trafiku që ka ndodhur mbrëm në qarkoren e Shkupit. Një kamion me targa të Kosovës, si drejtuar nga një 76 vjeçar, ka humbur kontrolin dhe është përplasur me një vetur me targa të Shkupit. Autoritetet kanë konfirmuar se vetëm shoferi kamionit ka mbijetuar. 4 persona humbën jetën në aksidentin e rënd të trafikut që ndodhi mbrëm rreth orës 23 në qarkoren e Shkupit. Një shofer 76 vjeçar duke drejtuar një kamion me targa të Kosovës ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe ka kaluar përmes gardhit metalik në krahun e kundërt të autostradës, me rast të shpërplasur me një vetur me targa të Shkupit të drejtuar nga 51 vjeçari Riste Velkov nga Shkupi. Ministria e Brendshme e Maqedonisë në një konferencë për medie njoftoi se nga përplasja ka shpërthyer zjarr në të dy automjetet dhe se i vetmi person që ka mbetur gjallë nga ky aksident është 76 vjeçari shoferi i kamionit. Od dobijeните повреди на местото на несреќата. Nga lëndimet e marra në vendin e ngjarjes ka ndëruar jetë shoferi veturës dhe 3 bashkëpunëtarët e tij. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen, ndërsa me urdhër të prokurorit kompetent trupat e pajet janë dërguar për obduksion. Në mesin e viktimave të kësaj tragjedie është edhe Riste Velkov dhe djali i tij 20 vjeçar. Velkov ishte bariton i njohur në operën dhe baletin kombëtar të Maqedonisë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.